Allahun xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, të cilin e madharojnë, e falenderojnë, i bëjnë sejdë atij çka ka në qiell, mes tyre dhe në tokë. Allahun xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selamin ndëruar vëllezër, bashkërisht kështu si jemi në këtë ditë xumaje, në ditën më të mirë në të cilën lindën dielli, ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin wa ala ali Sayyidina Muhammed. Ati dhe familjes e tij të pastër dhe të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, dhe gjithë atyre që e ndoqen janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Shumë të nderuar, sot në këtë ditë xumaje inshallah taala, në minutat në dispozicion që i kemi, do të ndalemi te disa ajete kuranore dashur vëllezër, sepse ju ashtu edhe siç e dini që i ndiqni vazhdimisht ligjëratat tona dhe derset tona, imi munduar dhe mundohemi vazhdimisht që urtësitë më të mira, urtësitë më të çmuara, edhe ato të cilet u bëjnë dobi xhamatit ton të jenë kryesisht, me thonë, mbi 95% të jenë nga Kurani famëlar, sepse vërtet nuk flas vetëm si hoxh, por si njeri që mundohemi vazhdimisht i shohim ato urtësi të pafundme të Allahut, jo një jetë, por një jetë ndoshta edhe pafund ta ketë njeriu me miliona vite të jetojë dhe të flas për Kuranin, nuk do harxhohen këto fjalë të Allahut lëshanu. Sinqerisht ju them se vallai çdo margaritar, çdo gerëm, çdo shkronjë, çdo fjalë, çdo ajet, çdo sure, çdo faqe e Kuranit është vërtet fakultet në vete, është universitet në vete. Por fatkeqësi e madhe, ne vazhdimisht e kemi biseduar këtë çështje, pse gjina një ummet i cili ka Kur'anin famëlar si pikë reference, një ummet i cili ka mësuesin më të mirë Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam, një ummet i cili ka namazin, një ummet i cili ka abdesin dhe guslin dhe temumin, një ummet i cili mësohet nga Kurani, nga marrja e abdesit deri se si të shkojnë në Han dhe në planetet tjera, gjina është mbetet kështu si është. Është gjina, vërtet, është për të ardhur keq, sepse nuk kemi arsye para Allahut të themi nesër në ditën e gjykimit, ne mbetëm mbas se mungonte kjo. Cila mungonte? Ma thuaj një arsye e cila apo me të cilën do të mbrohesh para Allahut nesër, se sunarita o Zot t'i bëj krejt ato që duheshin, se nuk e kisha këtë, se kisha ato. Të gjitha i kemi. Ajo që neve na mungon, vazhdimisht e kam cekur dhe ceki përsëri, është uniteti normal, sepse përçarja e bën edhe të vetën. Do të thonë njeriu nëse mirret me përçarje, nëse mirret me vllavrasje, nëse mirret me çështje të dynjas, nëse dynjaja i hyn në zemër, nëse materializmi i hyn në zemër, normal që ai nuk mund të kontribuojë as në Kur'an, as në shkencë, as në hadith, as në asgjë nuk mund të kontribuojë, sepse ai është i zonë me përçarjen e tij. Ndërsa kjo pasqyrë të dashur vëllezër, kjo pasqyrë filloi herët ka filluar shumë herët ka filluar. Do të thonë pasqyra e përçarjes ka filluar më njëherë mbas vrasjes së Hazreti Osmanit radiallahu anhu, edhe atëherë u hapën apo u çelën ato derët apo dyert e fitnes që në vrasjen e Osmanit, dhe megjithatë muslimanët, interesant, gjitha këto fitne që i kanë patur, kanë arritur të çojnë islamin deri në Kinë, deri në Afrikë, deri në muret e Vjenës e kështu me radhë. Do thonë, muslimanët pak të gjejnë kohë lirë janë produktiv. Kjo është. E ka dëshmuar historia, ka dëshmuar. Allahu xhallahu xhanu neve na mëson vazhdimisht dashur vëllezër përmes ajeteve që unë i kam zgjedhur, janë 4 ajete dhe 4 raste shumë të rëndësishme nëse i marrim i analizojmë. Para kësaj thotë kështu, në surën Nur, e keni dëgjuar surja Nur, kapitine e dritës, kapitine e nurit, kapitine e shkëndijës që shkëlqen njeriu përmes kësaj kapitine dhe kapitinave tjera. Në një sure, në të njëjtën sure, në surën Nur,
është përmend një fjalë, një pjesë 4 herë. Interesant. Ajo fjalë është fadlullahi, mirësia e Allahut, apo dhuntia e Allahu xhaleshanu xhelle xhelalu. Vini re, do të thonë, çfarë ka lidhje surja Nur me këto 4 fjalë që përmenden në 4 vendet e kësaj sure? Ka lidhje sepse vetë surja e ka emrin Nur, surja e dritës. Ti nëse të arsuar jeta, të është ersuar jeta, të është ersuar rruga, nuk e sheh atë dritën në fund të tunelit të jetës tënde, merre lexoa surën Nur, do ndriçohesh komplet inshallah. Këtë na bën me di Allahu xhanu. Merre lexoa surën Nur. Do shohësh se te kjo surë interesant, një fjalë përmendet 4 herë rishtazi, jo në të njëjtin ajet, në ajetet të ndryshme, një në ajetin e 10, pastaj në ajetin e 14, pastaj në ajetin e 21, edhe vazhdon Allahu xhaleshanuhu duke na mësuar se çdo gjë në këtë dynjë, te muslimanët sidomos, çdo gjë arrihet normal me mundin ton, po se po kjo është ndoshta mund të themi edhe 50% ose më pak. Ajo që ne kemi biseduar vazhdimisht që Allahu xhaleshanuhu nuk do të na pyes për rezultatet. Kjo fjali është mirë të mbahet mend çdo herë në botën tjetër kur do dalim. Allahu nuk do na pyes sa ke arritur. Sa ke arritur? Çfarë mund të arrish? Në moshën 50 vjeçare, dikush 45, fillojnë të paraqiten ato smundjet e para që do të shoqërojnë deri në varr. Siç janë tensioni, janë sheqeri, janë ato gjëra tjera këtu me radhë, Allahu na ruaj gjithëve. Do të thonë, deri në këtë moshë ti je produktiv 25 vjet. Çfarë që je produktiv? Hajde me inat, me zor, shtije bëne 30 vjet produktiv, kanë fjalën të ta shohin hajrin tjerët. Edhe për këtë periudhë Allahu xhaleshanuhu nuk do të pyes as ty as mua se sa rezultat ju arritët dhe treguat. Por çfarë do na pyes? Kjo është kjo rregull e Kuranit është. Bile rini rahat me këtë që ju e them. Kur them rini rahat, më thonë mos bani gale se për diçka tjetër nuk do pyeti. Po për çfarë do pyeten ne? Sipas Kuranit ne do pyetemi për mundin. Për mundin do pyetemi. Sa mund dham, sa u munduam. Ti e bën atë punën tënde te fusha, te mësimi, te hoxholoku, te doktorloku, te mjekësia, te mësuesia, te profesorloku. Ti mundohu ta bësh punën tënde mirë, me sinqeritet, me korrektësi, me halal. E sa do arrish ti rezultat, ajo diçka tjetër. E këtu tash hyn intervenon mëshira e Allahut dhul xhelal. Ajo quhet fadlullah. Mirësia Allahut, u dhuntia Allahut. Në 4 ajetet, se nëse va lexoj të 4 ajetet do na marrë shumë kohë. Në të 4 ajetet thot kështu: "Walau la fadlullahi aleikum", për shembull, "wa rahmetuhu fid dunya wal akhirah", sikur mos të ishte mirësia Allahut, dhuntia Allahut xhelal në dynja dhe ahiret, "lamessakum fima afattum fihi adhabun adhim", juve do t'ju kapte një azab shumë i madh. Si rezultat i asaj që ju futën në to, do me thonë, je fut në një rrugë të keqe, në ndonjë haram e kështu me radhë, nëse nuk do ishte mirësia e Allahut, ti do shkatërrohesh. Kjo i thotë edhe pejgamberit alayhis salatu wassalam. Do thonë, "Fa bima rahmetin min Allahi linte lahum", ti me mëshirën e Allahut dhe me mirësinë e tij u bëri i butë ndaj atyre. "Walau kunte faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik", sikur ti të ishe zemër gur, zemër fort, inaqor, jo elastik, ato krejt do ikshin dhe asnjë nuk do e pranonte islamin. "Fa bima rahmetin min Allahi", me mëshirën toa ne ty ta bëm zemrën e butë. E dini? Nëse dikush është zemër fort, zemër ashpër, nuk i afrohet njerëzit, është arrogant, u aftohet njerëzit, do muhabet e ka negativ e kështu me radhë, ai ka dënim, e dini. Allahu na ruaj. Ai është i dënuar prej Allahut. Pse? Allahu s'ja ka zbut zemrën.
E she, prap, ai mundi jonë, po se po, por si kur mos tjetë mëshira dhe rahmeti dhe mirësia dhe dhuntia Allah, ne nuk do kemi rezultat. Një njeri erte pejgamberi alayhis salatu wassalam, prej fshatrave në terminologjinë islame i themi, historik islame i themi një beduin, një fshatar, një nomad. Dini ato që kanë jetuar në thellësi të fshatrave të Mekës dhe Medinës, erdhi ke pejgamberi alayhis salam në Medinë, edhe në moment kur ai hyri aty ku ish Muhamedi alayhis salatu wassalam në xhami, Hasani dhe Huseini, djemtë e Fatimes, nipnit e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i dini ju, ka pas dy djem, ato kishin hip mbi shpinën e Muhamedit alayhis salam, mbi shpinë, pejgamberi i Allahut, më i dashur i Allahut, fëmijët e rinj mbi shpinë, luj. Kanë qenë fëmijët e duan atë person që ua bën lojrat, ua hecën filmin ne i themi. Për ndryshe nuk duan. Edhe ai njeri u ka hinë xhami edhe e sheh Muhamedi alayhis salam prej te pragu i te shemi i derës atje. Thët, kjo Muhamedi ju që i lavdëroni shumë kjo? Ai pejgamberi juaj? Po i thonë, kjo është, ma ka dalë respekt. A ki që lumë me këto fëmijë që janë hudhë me shpinë? Po be thët, kjo është. Ja thët, unë ndryshe kam mendu. Muhamedi, pejgamberi Zotit, nuk duhet të luaj me fëmijë, stakfirullah. Mendimi ati. Pejgamberi do të jetë, ma i vranët, mendja ati. Ai ka formu një figurë për pejgamberin trurin e tij. Edhe i afrohet Muhamedi alayhis salam. I thot, o i dërguari i Allahut, unë kam dëgjuar shumë fjalë të mira për ty. Po ti los me fëmijët, lua me fëmijët luan. Unë thot, fëmijët e mi kam, jo të vajzës, jo nipnit, fëmijët e mi, hala njëri 1 metër nuk më shafruar, jo më të hulet në prerin tim. Ja, nip kjo burë me musdeqe. Hala 1 metër dhe s'me afru një fëmijë, prej fëmijëve të mi. Edhe, e dini çfarë i thot pejgamberi alayhis salatu wassalam? Çfarë faj kam unë nëse ty Allahu ta ka ngurtësu zemrën, gur ta ka bë zemrën. Ajo punë zemrë, o i dashullah. Kjo është fadlullah. Kjo mirësia Allahu lëshanu. Ka një jetë tjetër që të qëtu. Ja ju ledhina amenu, o ju që keni besuar, la të tebiu khutuati shejtan. O ju që keni besuar, mos i ndiqni hapat e shejtanit. Do me thonë, mos shkoni mbas shejtanit. Mos i ndiqni ato. Fa men jettebi, wa men jettebi khutuati shejtani, edhe ai që i ndjek hapat e shejtanit, fa innehu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ai që i ndjek hapat e shejtanit ta dije se atë shejtani e udhëheq në amoralitet. El fahsha, Allahu na ruaj. Wal munkar, edhe në të irrituar, në gjërat më që Allahu më shumë i urren, në gjinahe me thonë. Nëse ke shejtani mësues, normal që ditë më në fund do jesh kriminali diplomuar. Nëse ke Allahun dhe pejgamberin mësues, normal që do jesh inshallah në xhenet pranë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. E të çfarë thot? Walaula fadlullah, shko prap, kjo është e 5 herë. Fjala fadlullah në Kur'an përmendet shumë, por më shumë përmendet në surën Nur që u përmendet, në surën e dritës, nëse do të ndriçohesh, në surën e dritës. Walaula fadlullah, sikur mos të ishte mirësia dhe dhuntia Allahut, shikoni si e vazhdon Allahu ajetin, aleikum wa rahmetuhu, sikur mos të ishte dhuntia dhe mirësia Allahut dhe mëshira e tij. Mëshira është shumë e rëndësishme dashur. Andaj asnjëherë mos mendoni nëse keni arritur diçka në jetë. Për herë suksesin tënd atribuoja Allahut. Për herë, ta dish. Edhe në qoftë se është punë fizike, je mundu shumë, normal. Punëtorët lodhen, unë e di, i shohëm, Allahu inshallah shëndet gjithëve u dhasht, por më në fund, atribuoja, qoja meritat përsëri, jo vetes, jo muskujve tu, jo krave, por qoja të meritat Allahu dhul Gjelal. E këtu ne gabojmë, stakfirullah, elhamdulillah, shiqit që nuk e bëjmë me qëllim.
E di si e kimin po punëtor, unë punëtor, e shë, punëtor. Ose kur arrin, ka bo një shtëpi, dy shtëpia, kështu me radhë, ka ble një vetur të re, ose ka shit mall, ose ka shit mirë në butikun e vetë, fabrikën e vetë. Po pa punë s'ka. Ne këtë e kemi, ashtu. A është e vërtet që s'ka pa punë? Shumë e vërtetë. Ama është komplet e vërtet? Nuk është komplet e vërtet. Këtë do të na mësoj Allahu i madhnushëm. E vërtetë që s'ka pa punë, por le të më tregoj njëri prej 8 miliard e 400 milionëve që mund të punojë nëse s'ka shëndet, ja dorën. Shëndet. Apo shëndet? S'ki shëndet. T'janë këput kamës, së në capatish, ashtu? Ka kap një malitej, ne themi, ja? Hajtë qo, shko puno. A mundesh? E shëndetin kush e? I madhë Allah. Shumë, apo kjo me thjeshta. Me thjeshta. Mos them të stakfirullah të qoroje Zoti. Mos them të shurdoj dhe të shkelje tramvaja ose autobusi, kështu me radhë. Mos përmendi mirësi, pa fund. Vetëm trupin e njeriut, flas për shëndetin, trupin, anatomin tonë. Anatomin. Miliarda qeliza në sabah, miliarda qeliza, ne sa kemi? Me miliarda qeliza, e renditen krejt si ushtar, krejt rinë resht. Miliona qelizat e syrit vetëm, e renditen e resht, se ti në sabah kur të dale gjumi duhet t'i qeli syt. Allahu u bën emër, i urdhnon, o ju miliarda qelizat të syrit, rtash bëheni gati se robi im dy qelje syt. E dini kjo dhun ti është, oj dashullah. Edhe ati e lexoja thot, një qeliz, flas për syrin, një qeliz në sabah, kur ti i qelën syt edhe unë, nëse nuk renditet mirë, ke reshti, si renditen, nuk jam ekspert, po duhet që jenë krejt gati. Njëra nëse nuk renditet mirë, ti me njënin syri e qorë sabah, me njerë. Qorë. A e dini se e madha është kjo qeliza? A që madha është sa që nuk shitet me syri, vetëm me mikroskop. Njëra prej miliardave qelizat të syrit, nëse nuk renditet në vendin e vetë ku a deshë dhe ku e ka vendin, ti në sabah me njënin syri e qorë. Nëse dy qeliza nuk renditen si duhet, ti mo nuk sheh hiq sabah. Qorë e hajsh kom punë tash. Ti që i thu s'ka pa punë. Po unë e di që s'ka pa punë. Me nuk mësu nuk mund të regojsh des, me nuk hakat nuk det bereqeti, me nuk shkon punë s'ta hapa rogër. Kële krejt e kemi parasysh. Por Allahu dhul gjelat don neve në atot. Ju mundoj, usos puna. Kjo është shumë paralelje madha është, shumë paralelje bukur është. Më thonë, një balans Allahu neve në banë. Ju mundoj, rezultatin unë do të jaja. S'ka problem. Ju qoj shkonin punë, bënja punë si duhet. Unë da bereqetin, hiç mos u mërzit. Bereqeti është i garantuar, jo 100%, 1 miliard% është i garantuar. Amën në thotë Allah, në banë me di, shko, prap, në sajet e rahmetit tim të dhe ish, se shëndetin unë apë. Unë i dhash shëndet edhe shefit tanë, edhe punë dhe bereqet të buje fabrikë që ti të hish punë. Abe, gjonet e disi janë. Ne i shohëm, më varet kush prej jushë dhe prej nesh thelohet. Kush thelohet, me që duhet e thelohet pak. Ai që nuk thelohet i duke, abe, folte. Dersi mirë, ishta folte. E kështu. Imaginoni sa janë gjërat të paluara mirë, të skenuara mirë, sa është skenari i shkruar me kujdes. Jo 40.000 vjetë para, si që kanë thonë disa hoxhollarë të vjetër, edhini? Këto janë kërku 40 vjetë para, për ato që martohen e kanë fjallën. Abe me miliarda vite është shkru kjo punë. Me miliarda vite, edhini? Me miliarda vite. Aqë me kujdes ti, habitesh. Habitesh sa bukur i ka shkruajt i madhi Allah. Një analizë e këshim, analizë, ajo tash, ju vetë mund të logikoni, të analizoni, por një freski për memorien tonë. Thotë shtu, një mollë që ti e hanë, molla, ta zame dhe portokal, s'ka lidhje, një frut, ose një grosh që e zinë dhe e hanë. Ai frut,
e ka emrin tënd të shkruar. Qysh në Greqi ose në Strumis kur është mbjell, që një njeri prej Gosivari dhe haje këtë frut. Edhe askush tjetër, zguzon. Ose grun, për shembull Rusia prodhon grun, ose Amerika prodhon shumë grun, ashtu. Edhe me transporte, manije, me tankera, me mankera, ku di unë si vinë deri këtu, ajo kokre grunit e ka emnin tënd që ti hanë. Edhe orizi që ti hanë si pliazhi. Të gjitha kokrat e kanë emrin tënd. E them metaforikisht, mos ka të shosh o emri aty shkruan. Kur shkoj në shtëpi. Të shoh emrin si ma ke shkruar, anglisht a kinezisht. Jo. Po është çështje bereqeti, jo i dashur vëlla. Atë kokrat e orizi krejt e kanë kodin tënd gjenetik që ti dhe ha. Edhe askush tjetër hiq. Askush tjetër. Këto Allahu Dhul Xhelal i ka shkruajt, i ka rendit ne kemi bisedu në Lauhi Mahfudh. Kjo është Kurani. Në Lauhi Mahfudh. E dini çfarë është Lauhi Mahfudh? Lauhi Mahfudh është pllaka e mbrojtur. Pllaka e mbrojtur që është shkruar krejt gjërat prej kur është kriju dinjaja. Para se të krijohet, me qindra dhe me miliona vite përpara. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam dashur vëllezër, thot kështu: më para që ka shkruajt Allahu Dhul Xhelal, gjën e parë që ka kriju, gjën e parë që ka kriju, dini cila është? Lapsi. Allahu më para ka kriju lapsi. Kur e krijoi thot lapsin, para melekëve, para njerëzimit, planete s'kish planet, s'kish kosmos, s'kishte ka 7 kaçi. Asgjë s'kishte, ai ishte pa fillim dhe pa mbarim. Gjën e parë që ka kriju thot lapsin, edhe i ka thënë, i ka bë emër, o laps, shkruaj. Lapsi i thot Allahut, çfarë të shkruaj o Zot? I thot, shkruaj çdo gjë, prit tash deri në xhenet dhe në xhenet. Për çdo gjë. Çdo gjë, edhe çat llafin ton që i thuhet ti, pa punë s'ka. Edhe atë shkruaje. Edhe unë dhe bindi robin tim që jo që ka pa punë, vërtet s'ka pa punë. Amo dhe bindi që prap merita është e imja se unë jam kriju, si ajo është robi. Ai nuk mund t'jetë më i mirë, ai nuk mund t'jetë më i fortë, ai nuk mund t'jetë më xhimert se unë. Po thot, ato vetëm le të mundohen, asgjë tjetër. Vetëm le të mundohen. Allahu mundin e askujt nuk e u ka në Kur'an disa ajete që thuan Allahu mundin e askujt prej jush nuk e humb, qoftë mashkull ose femër. Metaforikisht të dashur vëllezër, tregohet në për to librat mistike më shumë. E dini Nemrudi kur e hodhi në zjarr Ibrahimin alayhis salam? E dini krejt Nemrudi. Dhe çështja pse e hodhi në zjarr, tashmë është vakti vërtet, vakti i Ibrahimit, jemi në kohën e haxhit, në kohën e kurbanit e kështu me radhë. Është mirë të përmendet në shenjë nderja e Ibrahimit alayhis salam. Edhe para se të shkojnë në Irak, në Palestinë, ishte ende në Babiloni. Shkaku pse e hodhi në zjarr, ju e dini se e ftoi mbretin të besojë në një Zot, ashtu. Sa ai besonte në magjin, ai kishte në shërbim gjin, kishte në shërbim idhuj kështu me radhë. Edhe më në fund kur i tha Nemrudi Ibrahimit alayhis salam, kush është Zoti yt? Ibrahimi alayhis salam tha, Zoti im është ai që ngjall dhe që vdes, jep jetën, jep vdekjen. Edhe Nemrudi çfarë bëri? Kjo është shumë e thjeshtë, është. Nemrudi për ta bind Ibrahimi se ai e proklamonte veten si Zot Nemrudi. Edhe tha, po edhe unë ngjalli dhe vdes. Si ngjallën ti dhe vdes, Ibrahimi i tha? I mori një ditë burgosur, i nxori prej burgu, njërin e vrau, njëri që fali lirin, që e thënë? Ki vdiq, kjo është i gjallë. E po mirë, tha Ibrahimi alayhis salam, nëse ti e vërtet Zot ka qifor, atëherë thot Zoti im e nxjerr diellin nga lindja në perëndim. Ti haj nxjerrë diellin nga perëndimi. Ai, fa buhit alladhi kafar, ashtu e përmend në Kur'an. Mbeti pa koment ai që nuk besoi për këtë. Edhe tha me këtë ma nuk ka. Edhe e boni gati zjarit, ta hudhje në zjarë, kështu me radhë, ju e dini këtë historinë krejt punën e zjarit. Ka ajet kuranor, nuk është tregim, që nuk është qaje. Ka ajet që thot
ja naru, Allahu i flet zjarit. Allahu i flet zjarit. Kjo besohet vetëm nga musliman, normal. Me i thanë dikujt në islamofobi pi Kosovë, pi ative grupit të dreqanit, ato su besojnë dhe talën me ne. Allahu i flet zjarit, ja naru kuni berden wa selamen ala Ibrahim. O zjar, bëhu iftohet dhe paqe për Ibrahimin alis. Allah i foli dhe thikës, ashtu. Thika nuk e preu Ismailin e vogël. Allah i foli zjarit. Allah i foli detit, i tha o det qau. U qa detit. Imaginoni, nëse zjari bët iftohet, nëse thika nuk pret, nëse deti qahet, këtë analizon një mirë. A thua nuk mund Allahu t'i pastroj problemet tuaja që i ketë? Allahu e ka problem, t'i pastroj problemet tuaja. Zjarit i ka full, zjarit ka ndëgju. Detit, para me ndohet të qahet, deti u qahet. Një halë të andin, një borç të andin, një problem të andin, vetëm kthehuj ati. Edhe besoj me sinceritet se atë që thotë Allahu në surën Nur, "Walau la fadlullahi", sikur mos të ishte mirësia Allahut, jo muskujt tuaj, mirësia Allahut. Lutë Allahun të tape mirësi sa më shumë. Edhe çfarë ndodhi më në fund? Më në fund në aspekt, në shenjë metaforike e themi, një milingon kishte marrë pak ujë ke goja e saj, edhe e pyetën ku shkon, çfarë tha milingona? Shkoj ta shuj ta shpëtoj Ibrahimin. Ato i thanë, po ti e din që me këtë pik ujë s'u ne shpëtoj, s'u ne shuj këtë zjarr 100 metrë i nalt. Unë ka thonë e di shumë mirë që me këtë ujë nuk shuhet zjarri. Por dua që në histori të shkruhet që unë isha në anën e Ibrahimit, jo në anën e Nemrudit, në anën e së vërtetës, në anën e atyre që është bërë zullum, jo në anën e zullumqarëve. Edhe unë mundohesha. Rregulli universal, të dashur vëllezër, në Kur'an është të mundohemi. Rezultatin, inshallah, Allahu bereqet, Allahu shëndet, edhe Allahu sukses të gjithë, inshallah. Lusë Allahu në leshanu, që dhe gjelalu, që haqilere që në shkojnë haq, inshallah, Allahu t'ua pranoj atyre haqin, t'u jape shëndet, forcë, kuvet, t'i kryjnë farzët Allahu në leshanu, ashtu siç lypën Allahu në leshanu, të kalojnë mirë, mos kemë problemi, inshallah, edhe të kthehen me haq të pranuar, edhe Allahu a bëf nasib të gjithë atyre që duan dhe nuk kanë mundësi, Allahu a mundësof të gjithëve. Walillahi l-Fatiha. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Nuk frej.